Ka përfunduar sot në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, dëshmia e Jack Kovej, i cili ka shërbyer në Kosovë si zëvendës i përfaqësuesit special të sekretarit të OKB-s Bernard Kouchner. Gjatë dëshmisë së tij në Hag, James Kovej tregoi se sipas burimeve nga Akfori, kishte dëgjuar se pjesëtarët e mbrojtjes së Ibrahim Rugovës ishin vrarë dhe se për këtë, sulm përgjegjës ishte Daud Haradinaj. Nga bisedat me Bernard Kouchner dhe nga ajo që kemi mësuar nga burimet e Akforit më vonë, ne kuptuam që të gjithë truprojat e tij ishin vrarë pothuajse të gjithë. Nuk e di nëse kjo është fushë për të cilën mund të flas unë në mënyrën e duhur, pasi unë nuk jam informuar në mënyrë të drejtë për drejtë. Akfori besonte që vëllai i Ramushit, Daud Haradinaj, ishte përgjegjës për këtë sulm, ka thënë Kovej. Dëshmitari deklaroi se në atë kohë nuk kishin dieni për ngjarje në fjalë dhe se për to kishin mësuar vetëm shumë më vonë. Gjatë dëshmisë së tij, Kovej tha se e dinte që Daud Haradinaj ka qenë pjesë e UÇK-s. Ai po ashtu foli për pjesëmarrjen e LDK në strukturat politike të pasluftës. Sipas tij, LDK kishte refuzuar të merrte pjesë në Komitetin Tranzitor të Kosovës dhe në atë kohë ishte menduar se kjo lidhej më shumë me mungesën e Ibrahim Rugovës. Megjithatë, më lejoni të shtoj se më 16 qershor nuk ishim dieni se ku ndodhej zoti Rugova, thjesht e dinim që ai nuk ishte i pranishëm dhe ndoshta nuk ndodhej fare në Kosovë, tha dëshmitari. Ai theksoi se në ditët që pasuan LDK-ja dukej pa udhëheqje dhe e përçarë pa aftë për të arritur një konsensus që do t'i mundsonte të merrte pjesë në Komitetin Tranzitor. Sipas Kovej, LDK-ja kishte marrë pjesë në qeverinë e përkohshme të Kosovës, ndonë se këtë organ ai quajti si fantazëm, pasi nuk kishte funksion ekzekutiv dhe nuk kishte funksionalizuar realisht. Dëshmitari tregoi gjithashtu se kishte tensione mes LDK-s dhe UÇK-s. I pyetur nga gjyqtari Kristof Bart nëse këto tensione kishin ndikuar që Rugova të mos kthehej në Kosovë, Kovej u përgjigj se nuk dëshironte të spekulonte, por vetëm mund të konfirmonte se anëtarët e LDK-s dukeshin pa udhëheqje. Ai shtoi se më vonë përmes Bernard Kouchner kishin mësuar më shumë për gjendjen e Rugovës. Sipas tij, Kouchner e kishte takuar Rugovën dhe kishte raportuar se ai ishte në gjendje të rënduar emocionale në depresion klinik, ndonse Kovej i theksoi se nuk është mjek. Sipas dëshmisë, Rugova kishte frikë për sigurinë personale dhe Kouchner kishte bërë përpjekje ta binte atë se nëse do të kthehej do të kishte mbrojtje të sigurt. Sidoqoftë, Kovej shpjegoi se Akfori nuk mund të siguronte mbrojtje personale për Rugovën, por vetëm mbikëqyrje dhe siguri të përgjithshme në zonën ku do të qëndronte. Rugova, sipas dëshmitarit, u kthye në Kosovë pas këtyre garancive, pavarësisht nëse ai vetë kishte kuptuar ose jo. Në këtë mënyrë, në fund të dëshmisë, Kovej u pyet konkretisht nga çfarë kishte frikë Ibrahim Rugova, bazuar në bisedat me Bernard Kouchner. Si përgjigje, dëshmitari përmendi një sulm të pretenduar nga Daud Haradinaj si një nga arsyet që kishte ndikuar në frikën e Rugovës për të kthyer në Kosovë. Kovej në Hag është pyetur edhe për Sami Lustakun. Kjo duke ju prezantuar një pjesë e librit të tij në të cilin kishte thënë se Sami Lustaku ka pasur pozicion drejtues në UÇK. Ai kishte thënë se besohej që Lustaku ishte përgjegjës jo vetëm për terrorizmin e serbëve, por edhe për vrasje të shqiptarëve që besohej se kishin bashkëpunuar me serbët. Sami Lustaku ka pasur pozicion drejtues në UÇK gjatë konfliktit dhe më pas u njoh si Lord Lufte Virtual. Sami Lustaku besohej që ishte personi përgjegjës jo vetëm për të terrorizuar serbët, por që ka vrarë edhe shqiptarë që besohej se kishin bashkëpunuar me regjimin serb. Përpara konfliktit, lexoi prokurorja Vega. Nga libri i dëshmitarit, prokurorja ka përmendur se dëshmitari Kovej kishte folur për një rast të mundshëm arrestimi të Sami Lustakut, duke theksuar se policia po synonte ta prangoste Lustakun, por me shumë gjas nuk do të kishte dëshmitar për këtë. Dëshmitari ka shpjeguar se në atë kohë ishte arritur një dakordim me Akforin për të mos e proceduar më tej këtë çështje pasi kërkoheshin prova të forta për ngritjen e akuzave. Po ashtu kërkohej një prani e strukturave civile, ushtarake dhe policore në zonën ku ndodhej Lushtaku për të garantuar rend dhe siguri gjatë një operacioni të tillë. Po, fjalët e mia janë, por unë do të doja të shkjelloja më tej këtë, tha Kovej gjatë dëshmisë. Sipas dëshmisë së tij dhe asaj që thuhet në librin që ka shkruar, Sami Lushtaku përshkrui si një person i rëndësishëm me reputacion si komandant i zonës së Drenicës dhe një figurë me ndikim të madh lokal.
Kovej tha se arrestimi i tij mund të shkaktonte trazira serioze që do të kërkonin ndërhyrjen e KFOR-it. Ai shtoi se vendimi nuk kishte qenë për mos arrestim, por që arrestimi të bëhej vetëm nëse ekzistonin prova të mjaftueshme dhe se resurset e nevojshme për të përfunduar çështjen në mënyrë të shpejtë dhe efikase. Sami Lustaku njihej si komandant i zonës në Drenicë dhe kishte reputacionin në një rrugaçi. Vendimi për të arrestuar atë do të merrej kur të kishte prova të mjaftueshme për të përgatitur akuzat dhe për të zgjidhur çështjen gjyqësore sa më shpejt. Pra nuk do të ishte saktë të thuhej që vendimi ishte që të mos arrestohej ai. Vendimi ishte që përpara se ta arrestonin, siguroni që të keni prova të mjaftueshme dhe burimet e duhura, theksoi Kovej. Mëtej ai shpjegoi se Lushtaku kishte mbështetje të gjerë në zonën e tij, gjë që përbënte sfidë shtesë për autoritetet. Ai ishte shumë popullor dhe kishte shumë mbështetje në zonën e tij dhe e dinim këtë. Rrugaçët janë të njohur dhe kanë mbështetje. Pra vendimi ishte që mund ta ndalonin atë në qoftë se i keni elementet dhe provat e mjaftueshme për ta zgjedhur sa më shpejt, deklaroi Kovej. Ai gjithashtu sqaroi se ky vendim nuk kishte marrë në konsultim me KFOR-in dhe se Bernard Kouchner nuk ishte qenë i përfshirë në këtë proces, vetëm pasi ishte marrë vendimi, KFOR-i ishte informuar për situatën. Rreth dëshmisë së Kovejt ka folur ish agjenti i Shikut dhe ish prokurori i UÇK-s Naim Miftari, i cili thot se Thaçi ka gënjur amerikanët. Sipas tij, dëshmitarit e Thaçit po thon atë që ka përgatitur ai. Kur Hashim Thaçi kishte përkrahur gjykatën speciale, kishte menduar se ardhja e saj me ndihmën e disa miqve të tij ndërkombëtar, që kishte arritur t'i konkurronte gjatë viteve, se ishte vetë kryeministër dhe kryetari i shtetit të Kosovës, do të bënte që në burgun e Hagës të përfundonin vëllezërit Haradinaj, Sabit Geci, Sami Lushtaku, Ismet Haxha, vëllezërit Jashari, Recep Selimi, Azem Sylla, Remi, Lati, Gashi dhe ndonjë komandant i zonave operative ose ndonjë komandant brigade. Prandaj kishte punuar ditë e natë që të formohej e të votohej gjykata speciale, por kur një zyrtar i huaj kishte paralajmëruar se do të burgosej vetë, gjërat kishin ndryshuar. Kishte dashur natën në parlament ta zhdukte gjykatën speciale, duke i gënjur edhe lëvizjen vetëvendosje se amerikanët po ja kërkonin me e zhbëj gjykatën speciale, por gënjeshtra nuk kishte kaluar. Pastaj Hashim Thaçi i kishte shkruar një letër të gjatë sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, ku ja kishte shpjeguar pse donte ta zhdukte gjykatën speciale, por sekretari amerikan i ishte përgjigjur rash përse nuk zhbëhet gjykata speciale dhe nëse je i pafajshëm shko dhe dëshmoje vetë si i pafajshëm, ndërsa sot dëshmitarët ndërkombëtar të Hashim Thaçit po thonë atë që e ka përgatitur Hashim Thaçi dhe e ka thënë në mënyrë të pandërprerë me kontakte me ndërkombëtarët që nga viti 99-2019 se vetëm Hashim Thaçi mund të sjellë paqe dhe t'i ndalojë problemet ndëretnike me serbët, kurse i shokët e UÇK-s, shokët e vet, i cilësonte si njerëz të egër, si rrugaç, si njerëz pa kulturë deri te vrasës mizor të ftohtë, deklaroi Miftari. Sipas tij, Thaçit i intereson vetëm pafajësia e tij dhe po i ik përgjegjësive të tij gjatë luftës. Dëshmitarët janë paguar miliona euro dollar të dëshmojnë për pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilit vetëm pafajësia dhe lirimi i vet po intereson. Kur burgos e shkoi në Hag, deklaroi se po shkon atje të mbrojë UÇK-n, e në fakt që nga fillimi po e mbron Hashim Thaçin nga vetë UÇK-ja, duke ju ikur përgjegjësive të tij gjatë luftës. Kur ishte në Kosovë, deklaronte se mburri si Bibani, se ishte bashkëluftëtarja Demir Jasharit, se ishte themeluesi i UÇK-s, se ka luftuar me pushkë në dorë, se kishte marrë pjesë në aksionin nga dita e parë e UÇK-s, por kur shkoi atje, e paraqiti se gjatë luftës ai kishte qenë vetëm turist i luftës, edhe pse ishte përkrahës i luftës, ishte profiteri më i madh i luftës, i fondeve të luftës dhe pas luftës i korrupsionit. UÇK-ja pa Hashim Kadrin në rrethana lufte është ushtria më e disiplinuar në botë gjatë një lufte çlirimtare, ku pjesëtarët janë vullnetarë. S'ka gjykat në botë që mund ta dënojë të njollos luftën e drejtë të UÇK-s. Unë si luftëtar dhe ishe prokuror i lartë i UÇK-s, TMK-s e kam cekur që 2 dekada publikisht edhe me takime me ndërkombëtarët, por edhe në gjykatën e Hagës, se gjatë luftës tonë të drejtë kemi edhe gabime minimale, gabime rastësore, por edhe gabime e krime të pakta, por të shëllimshme individuale, ku X personi ka kishte përdorur uniformën, armën dhe luftën për qëllime individuale ose klanore, por nuk kemi deformim të UÇK-s as të luftës, së saj të shenjtë për çlirim.
UÇK-ja nuk kishte kryer krime pas akmarrje ndaj serbëve në Kosovë, përfundoi ndër të tjera Myftari.